Prime i sotëm është një nga primet më të kërkuara dhe të pritura deri më tani, dhe kjo për faktin se ka ndodhur shumë situata të ndryshme dhe njëra nga këto ka qenë pikërisht nominimi, dhe ky nominim ka mbajtur të gjithë njerëzit të mbërthyer pas ekranit. Për ata që nuk e din, 2 prime më përpara, Mirit ju dha një mundësi nga kutia e Pandorës që dërgonte në nominim 4 pranor nga shtëpia dhe ai zgjodhi pikërisht Selin, Gimbon, Brikenën dhe Mateon. Kjo ka shokuar të gjithë, pasi tashmë e dim që Selin dhe Gimbo janë çift dhe Mateo dhe Brikena janë rrugës për të lidhur së bashku dhe kushdo të largohet do të dëmtonte personin tjetër. Në primin e kaluar, 2 të parë që shpëtuan ishin pikërisht Mateo dhe Selin, dhe ditën e sotme, njëri nga Gimbo dhe Brikena do të largohet përfundimisht nga gara. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, të gjithë banorët në shtëpi janë ngritur për t'i bërë keq 2 personave që janë në nominim. Rogerti, Juela apo dhe Miri kanë sulmuar vetëm Brikenën dhe kjo gjë duket pak sa e shëmtuar për shkak se ato duan ta ulin në syrin e publikut dhe ajo të nominohet për të dalë jashtë, ndërkohë që të tjerët kanë sulmuar Gimbon. Ka qenë Gimbo veti i cili ka ofenduar Brikenën duke e sharë atë për fytyrën e saj apo mimikat që ajo bën gjatë kohës që fliste, dhe ka qenë familja e Gimbos ajo që në rrjetet sociale të tij, pra në Instagram, ka kërkuar falje publike për sjelljen e tij ndaj Brikenës. Kjo gjë i ka ulur atij shumë pikë dhe shumica e personave kërkojnë që të jetë Gimbo personi që të dalë nga ajo shtëpi ditën e sotme. Ndërkohë, Selin dhe Mateo duket se po bëjnë tifo për njëri tjetrin, pra për personat e zemrës, ndërkohë që Selin thotë që Gimbo duhet të qëndrojë brenda, Mateo i bën thirrje fansave të tij dhe publikut dhe i lutet që të mbajnë Brikenën brenda, pasi ai e dëshiron atë aty dhe pa Brikenën loja nuk do ishte njësoj. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, është një nga nominimet më të forta deri më tani. Ka patur dhe debate apo përplasje të ndryshme në shtëpi dhe kjo gjë ka shkaktuar që të krijohen shumë situata, si Brikena Edisa, Rogerti Mateo, Juela Selin, Gimbo Brikena dhe shumë debate të tjera. Ndërkohë, Miri kërkon që Gimbo të largohet nga shtëpia për faktin se Selin do t'i ngilte atij dhe ata do të nisnin sërish aleancën e tyre, por nuk dihet se sa të ndodh kjo. Ndërkohë ka patur aludime nga ndjekësit e formatit dhe thonë që ndoshta do të eliminohet Brikena dhe ajo do të futet përsëri me biletën e fatit, pasi ajo e ka një rezervë. Të gjitha këto dhe situata shumë të tjera do të ndodhin mbrëmjen e sotme në këtë spektakël, prandaj ju ftojmë ta ndiqni dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.